Unë ika, si stash më duhet me shku, kam thirr dikush, shihemi tjetër herë. Po ju, me djalin nuk kanë shku punë të mirë, nuk është që jena përshtat qatë shumë, aty shumë mirë shkoj puna, edhe në takim mirë kem, po sa në kanjerë nuk shkojnë mirë. Përshëndetje, unë jam Marta Harullahu, jam prej PS. Shumica për juve besoj se më gjeni prej TikTokit e disa edhe prej videos virale që u bo prej Duapikomit. Sot, për me ditë ma shumë për mu, jena në emisionin 05. Në TikTok kom fillu më marrë si hobi, menoj që ma shumë me bo video fani, mi shti njerës me kesh, ama mas anej, thash pse ju mos më bo edhe si një influencera. Po video e parë virale që ka shku, kon fani, që të regova që në fillim, kom dasht ma shumë me bo video fani, kon një me motrën tam t'jelcën edhe me babin, edhe ka pas shumë komente pozitive dhe negative, po apet si apet si më nolë. Po normal, menoj me vazhdu si influencera, po ka me pas edhe surpriza. Po normal, gjithë e kom pas synim me kon pak në rrjetet sociale ma famous, edhe po më pëlqen kur pishon njerës në rrugë, pe din kush jam, edhe pisho të folë për mu, se po më thonjë a jeti orta, qështu. One zakonisht në video mundona me dalë sa ma reale, edhe menoj që ky sen duhet me konë të krejt njerës që dojnë me bo video, TikToka, ose çfarë të lloj video, me konë sa ma reale edhe mos me pas hiç komplekse. Po nuk është që e kam shumë të letë, se unë edhe jam në studime, edhe punoj, edhe do me thonë TikTokën e përdori veç në kohë të lirë, se nuk është që muj shumë u marrë me atë pjesë. Unë jam vitin e 2 të fakultetit edukimit për mësuese. Po për shembull kom pas problem kur për të njëjtin biznes kom pas me bo reklame dhe veç u harxojshin ideat, nuk më isha me qitë në stop të njëjten, që aty pak e kisha problem. Po ka njëherë edhe nuk jam disponim, e kom pak problem me dalë me bo një video ose një reklam, edhe derisa e realizoj, merr pak kohë edhe derisa të di tamam sakt ç'a me bo. Po kjo varet për disponimit tem, mu më doket vetja që i kom dy personalitete, ka njerë shumë e qetë, nuk më delet kërka, veç du me nejt vetë, po ka njerë kom qef mu daldis, mu qupesh, zdi, zote ajo bo, vzi që shpështoj ka njerë. Komentet negative nuk është që mlojmë shumë për shtypja, bile ka njerë as nuk i lexoj, edhe me kon ekstrem e keqe, as nuk e fshi e loq atë, kush ka dash me komentu keq ka komentu, mu nuk më bo det. Ai, perfekt nuk është që është kërkush. Edhe që shkallzova ma heret, one nuk është që kom komplekse, edhe nuk manin, më pëlqen vetja që shtu që jam, edhe më nona gjithmonë me dalë pa komplekse, si në video, si në foto, nuk më nona me i ditu heq. Po ju, me djalin nuk kanë shku punë të mirë, nuk është që jena përshtat qatë shumë, aty shumë mirë shkoj puna, edhe në takim mirë kem, po sa në kanjerë nuk shkojnë mirë. Shkoll ideal për mu është me konë besnik, i sinqert, edhe i kujdesshëm, po mbi gjitha duhet me konë edhe i gjatë. Unë ika, si stash më duhet me shku, kam thirr dikush, shihemi tjetër herë.